nga fluturimet më të rrezikshme të botës dhe ulja në aeroportin më të vështirë të globit. Jam në fluturimin e Royal Air Bhutan, që fluturon nga Kathmanduja, një prej dy aeroporteve më të rrezikshme të botës, tek aeroporti më i rrezikshëm i globit, Paro, Bhutan. Fluturimi është 45 minuta, në këtë krash pamja spektakolare e Himalajeve, po sot nuk na lejojnë ret. Fluturimi është 45 minuta thash dhe piloti duhet të jetë certifikuar. Jo çdo pilot mund të ulet në Bhutan. Përveç kësaj, aeroporti i Bhutanit është nga të paktët aeroporte në botë internacional që nuk ka sistem elektronik të sinjalizimit të uljes, po ulesh vetëm me në mënyrë vizive, pra manuale duke e parë me sy, kështu që kur është kohë e keqe, është shumë problem, ndërsa natën nuk lejohet asnjë lloj fluturimi, pra mund të fluturosh vetëm paradite dhe masdite. Avioni është tash Royal Air Bhutan, është një Airbus 320 Neo, do t'ju tregojmë pas edhe momentin e uljes. Avioni është shumë i mirë. Kush janë 10 aeroportet? Unë pyeta ChatGPT-n për të qenë më i qartë dhe më thotë që aeroporti më i rrezikshëm i botës është Bhutani. I jep dhe arsyet pse. Ndodhet në lëgin të ngushtë thotë, me rreth 2285 metra lartësi, mbi nivelin e detit, i rrethuar me male që arrin 5500 metra lartësi. Dhe pilotit duhet të manovrojë mes maleve, thotë që mos u çudisnin nëse jemi të luftuar, që piloti do lëviz majtas djathtas për të gjetur rrugën. Nuk ka sistem standard ILS, pra për referencën vizuale, duhet të shkojë vetëm me sy. Nuk lejohet fluturimin natën, erat ndryshojnë shpejt, sidomos pas ditës thotë. Pista është relativisht e shkurtër, 2265 metra, ndërsa lartësia e aeroportit ul performancën për arsye të mungesës ajrit. Ndërkohë kush janë 10 aeroportet më të rrezikshme të botës? Paro, ku po ulemi tani i pari, do ju tregoj edhe kur të ulemi, është aeroporti i Nepalit, Madeira në Portugali, aeroporti i Hondurasit, aeroporti i Kushebelit në Francë, është aeroporti i Tibetit, edhe në Tibet fluturohet 3 ditë më parë, është një aeroport në Karaibe që praktikisht është aeroporti i St. Martha, sepse duhet të ulesh mes pushuzve, është një aeroport në Zelandën e Re dhe aeroporti historik i Hong Kongut që nuk ekziston më tani. No, thank you. No, a bottle of water. Është duke shërbyer edhe marrë. Okay, thank you. Është është avioni shumë i pastër, për i përshtypje. Sidomos kur vjen nga Nepali, dhe këtej duhet shfaqen Himalajet normalisht tani, në këtë moment. Shiheni edhe shenjën e Royal Air Bhutan. Do mundohem që t'ju tregoj dhe zbritjen. Fluturojmë mbi re tani dhe kam përshtypjen që Everesti duhet jetë mbi ret. Kur po vinim nga Tibeti, arrita të shoh edhe Everestin, duke i pamje shumë e mirë. Në fakt, kam bërë 3 aeroportet më të vështira të botës. Tibetin, Nepalin dhe tani Paro, po Paro është më kështu, do kthehemi sërish në Nepal, në Kathmandu, dhe pastaj do vazhdoj për Bangladesh. Udhtim shumë i vështirë, është praktikisht një udhtim në çatin e botës. Këtu i ke të gjithë vendet që mund, nuk e di apo shfaqet dhe s'po shfaqet ende pjesa e maleve. Do t'ju tregoj kur t'i afrohemi Paros. Hyrë me sereve tani. Nuk e di çfarë pamje do dali. Himalajet nuk patëm asnjë mundësi t'i shohim për arsye të kohës keqe. Shoh në kthim pas nesër nëse ka ndonjë mundësi. Pamje shpësi është. Nuk të lënë re të shohësh as bishtin e avionit. Avioni tash është dolën shenja dielli. Shohim si vetë koha në Bhutan. Është një nga vendet më të veçanta të botës sepse nuk e mat mirëqenien me GDP per capita, por me lumturi per capita.
dhe ka një indeks krejt veçantë, unik të matjes së lumturisë, dhe vetëm kur njerëzit janë të lumtur sipas tyre, çdo gjë shkon okej, sepse ata pretendojnë që pasuria e gjithmonë të lumturon. Nuk e di se si do ishte ky debat në Shqipëri, se besoj se Shqipëria e ka shumë, por në Bhutan japim shumë rëndësi lumturisë. Edhe një herë shifeni. Shofim ku shfaqen malet, aq toka poshtë. Është vendi më malor i globit. E ka mesataren 3200 metra mbi nivelin e detit. Më i larti është Tibeti, po Tibeti nuk është shteti pavarur. Tani shohim si do eci avioni ku do futet. Shumë interesante kjo gjë. I nxorri rrotat, shive, u bë gati për ulje. Duhet parë tani, ecën vetëm në një lungin, në të dy anët ka malet larta. Shive si lëviz. Ka një numër shumë vogël pilotësh që janë të certifikuar për të ulur në këtë aeroport. Tani jemi akoma lart. Për shoh dhe njerë sa po të afrohemi. Dhuron mes maleve. Do të thënë shifeni. Shifeni se ku është bishti i avionit dhe shive që malet janë mbi ne. Dhe shi sa afër është kalimi. Në anën tjetër është e njëjta gjë. Shifini malet. Do futemi në lugin mes maleve, shi si kthehet avioni. Çfarë vendi? Shive sa afër është krahu i avionit me malin. Shive çfarë kthese, po merr avioni për të hyrë në lugin. Është jashtëzakonshme. Shifeni mbi shtëpit, aeroporti është me kthes, është aeroporti vetëm me kthes që kam parë. Shifeni sa janë malet përballë. Dhe ulëm duket, ulëm, një ula. Duhet shofim. Kjo është pamja e Bhutanit. Ka afërsisht 2 fluturime në ditë. Do më thënë, nese mendojmë do të mësë se si mund të ketë vetëm 2 fluturime në ditë. Por ku jemi tani, të shohim se do jetë pjesa e kontrollit, pjesa e dokumentave, se janë shumë vështirë. Bhutani ka qenë një nga vendet më të mbyllura të globit, po 2 vitet e fundit është hapur për vizitorët, edhe pse ka një taks lart sepse nuk do turist, dhe mbreti vendosi ta hapi duke ndërtuar disa hotele nga më luksozët që ka bota, por 60% e territorit duhet të jetë territor me pyje. Dhe turistët nuk mund kalojnë një kuotë caktuar për arsye se i prishin qetësinë vendasve dhe i prishin lumturinë atyre. Kjo pjesë e Azisë është shumë interesante. Shoh tani kur zbresin. Është udhimi i jashtëzakonshëm, shumë impresionues. Në fakt, po të shofësh, nga të gjitha anët është rrethuar me male. Dhe avioni ulet duke bërë kthes. Do t'ju tregoj pak që ta kuptoni më mirë. Avioni u kthye në atë luginën andej. Erdhi mes maleve. Pista është e shkurtër, erdhi me kthes, ulet me kthes. Është e çuditshme. Njerëzit ndalojnë për të bërë fotografi, nuk ka autobus, nuk ka sistem elektronik. Çdo gjë bëhet në këmbë dhe është aeroporti ndërkombëtar i Bhutanit. Aeroporti i Paros, pamja është tash scenike. Çfarë pamje që ka? Është një mrekulli.
Jam duke shkuar tani drejt pjesës kryesore, Bhutan Airline dhe Royal Bhutan Airline, që kanë dy. Shifi si bëjnë foto turistët. Ka shumë pak turistë, sepse nuk lejohen. Këtej erdhëm, mes atyre me kthes, mes asaj zonës atje. Nga vendi i lumturisë në Bhutan. Nga dera kryesore e aeroportit. Shifë si është pamja. Nga vendet më të vogla të botës, vendi me lartësinë më të madhe mesatare të botës, vendi që e mat zhvillimin me lumturinë e njerëzve, jo me GDP per capita. Tash i shoh si është brenda, edhe ka një nga manastiret më të famshëm të globit, Tiger Nest. Shohim.